Alba Story prezanton. Mirëmbrëma. Desha t'ju tregoja diçka. Nëna ime ishte vajze vetme, e në shtëpinë e saj të vajzerisë nuk ishte as vëllezër e as motra të tjera. Por fati e kishte sjell që ngjitur me murin e oborrit e tyre të jetonte një familje tjetër, të cilët kishin vetëm një djalë. Ata i kishin vetëm komshenj. Duke u rritur der me der, nëna ime dhe ai djali i komshiut u bën si vëlla e motër. Luanin bashk, shkonin bashk në shkollë dhe ndanin çdo gjë bashk. Edhe kur u rritën, ajo lidhje mbeti po aq e fortë. Nëna ime e konsideronte vëlla, e ndërsa unë, që kur kisha lindur, isha mësuar ta thërrisja daj. Nuk e kishim asgjë, thjesht ishin komshenjt e dajës im. Kur unë isha ende shumë e vogël, ai u larguan nga Shqipëria, emigroi në Zvicër dhe ndërtoi jetën e tij atje. Për shumë vite me radhë, unë nuk e pash. E mbaja mend vetëm si një figurë të turbullt nga koha e hershme, e dikush që më sillte çokolata kur kthehej për festa. Ndërkohë vitet kaluan, unë u rrita, mbarova shkollën dhe u bëra 28 vjeçe. Jetoja ende me familjen time në fshat, e duke bërë një jetë të qetë dhe të thjeshtë. Këtë verë, pas një kohe shumë të gjatë, ai vendosi të kthehej në Shqipëri për pushimet e gjata, e tani ishte 50 vjeç. Kur erdhi në shtëpinë tonë për vizitë, nëna ime u gëzua jashtëmase, shtroi darkë dhe ulëm të gjithë të bisedonim. Ai dukej krejt ndryshe nga burrat e fshatit tonë. Jeta në Zvicër e kishte bërë të dukej shumë e i ri, me i kuruar dhe kishte një sjellje shumë të qetë. Unë rria në tryezë, e dëgjoja tek fliste dhe me bënte përshtypje mënyra se si i tregonte gjërat. Ditët e para të pushimeve të tij kaluan me vizita te këtë afërmit, por pas një jave fshati filloi t'i dukej i mërzitshëm. Këtu nuk ka shumë për të bërë, e sidomos në mbrëmje, thoshte ai. Kemi vetëm një lokal të vogël në qendër të fshatit, ku njerëzit mblidhen për të pirë kafe. Për të mos e lënë të mërzitej vetëm, unë fillova të dilja me të në darkë. Në fillim, këtë gjë më kërkonte nëna ime, i cila më thoshte t'i bëja shoqëri, me që ai nuk njihte më të rinj të fshatit. Dhe ndëgjoja nënën, ashtu bëra, pothuajse çdo natë ne të dy shkonim tek lokali i vogël, porositnim diçka dhe kalonim kohën. Aty gjatë atyre bisedave në tavolinë, fillova të verej diçka tjetër. Teksa unë flisja për punët e mia apo për jetën këtu, e shihja që ai nuk më dëgjonte thjesht si mbesen e tij. E shikoja Tinez që në syt e tij mbeteshin vetëm tek unë. Kur unë e ktheja kokën papritur dhe e kapja mat, ai nuk e hiqte shikimin sikur të ishte i zëngosht, ashtu siç do bënte çdo kush, por përkundrazi, kur e shihja që ai po më vështronte, ai thjesht buzëqeshte lehtë dhe më shkelte syrin. Kaq ishte e gjitha, asnjë fjalë tjetër, asnjë shpjegim. Unë isha 28 vjeçe, nuk kisha nevojë t'i bëja pyetje vetes se çfarë domethënie kishin ato veprime. E kuptoja shumë qartë që ai shikim dhe ajo mënyrë sjellje ishte një ftesë e hapur për diçka më shumë, duke e ditur që atë nuk e kisha daj tamam dhe as që ishim të afërm, as nuk kishim lidhje gjaku me të. Dhe për të qenë sinqert, në vend që të largohesha apo të gjeja justifikime për të mos dalë me të, vendosa të futem në këtë lojë.
Me pëlqente vëmendja ati. Ai ishte një burr I pjekur dhe ishte interesant, dhe kjo situatë I dha një ngjyrë tjetër atyre mbrëmjeve të mërzitshme që kaloja unë në fshat. Fillova ta ftoja unë vetë për kafe. Gjeja rastin t'i shkruaja gjatë ditës, apo t'i thosha drejt për drejt kur vinte tek ne. I thosha, do të dalim sot, apo do të rish mbyllur brenda. Ne shkonim sërish në të njëjtin lokal. Tani bisedat tona ishin më të lira. Unë ngasmoja për jetën e tij atje, e pyesja pse nuk ishte martuar, ndërsa ai më kthente përgjigjen me batuta. Kur mbaronim kafen, ai gjithmonë më kthente në shtëpi me makinën e tij. E gjatë rrugës së kthimit, në errësirën e fshatit, ai rriste edhe më shumë dozën e ngacmimeve. Më thoshte se isha zbukuruar shumë, se isha bërë një vajzë e zgjuar dhe se nuk e kuptonte si mund të jetoja ende në këtë fshat kaq të qetë. Ai fliste hapur, por me nënkuptime, dhe unë qeshja e ja ktheja me të njëjtën monedhë. Kishim shumë emocione gjatë atyre udhëtimeve të shkurta. Kjo lojë vazhdoi për disa ditë rresht, derisa një mbrëmje gjërat morën një drejtim krejt tjetër, por nuk ishte diçka që nuk e prisja. Pasi pim kafen ton të zakonshme, u futëm në makinë për t'u kthyer në shtëpi. Por në vend që të merrte kthesen djathtas për tek shtëpia ime, ai eci drejt. Makina hyri në një rrugicë të pashtruar me zhavor, një rrugë që të çonte në pjesën e sipërme të fshatit, ku pothuajse nuk jetonte me njeri. Ishte një vend ku kishte rrëshitur toka, dhe të gjitha ato shtëpi ishin zhvendosur dhe kishte mbetur vetëm ca shtëpitë e braktisura. E dija se çfarë do të bënte, por nuk I fola. E lash të drejtonte makinën pa pyetur se ku po shkonim. E pas pak minutash, ai ndali makinën përpara një shtëpie të vjetër, krejtësisht të braktisur. Një shtëpi që muret I kishte prej guri, por çatia ishte e dëmtuar dhe oborri ishte I mbushur me barera dhe thera të këqija. Ai fiku makinën, fiku edhe dritat e fenerve, rrotulloi kokën nga unë dhe më tha me një zë shumë të qetë: "Eja të zbresim pak, ta shohim këtë shtëpinë bashk. Kam menduar që ndoshta a blej dhe e rinovoj për vete që të kem një vend timin kur të vi për pushime." Unë e dija që kjo ishte një gënjeshtër e pastër. Kush shkon të shohë një shtëpi të rënuar në mes të natës, pas një dritë dhe në errësirë të plot. Ai as nuk kishte ndërmend të blinte shtëpi në fshat, dhe as nuk I interesonte fare kjo gërmadh. Por as unë nuk e kundërshtova. Me pëlqente kjo lojë që ai po bënte për të krijuar një mundësi për të qenë vetëm, pa sytë e askujt. Miri, thashon, zbritëm nga makina, ai eci përpara e unë I shkoja pas. E hapëm një portë të vjetër druri që mezi qëndronte në këmbë dhe u futem brenda asaj shtëpie. Sa po hym në atë që dikur duhej të ishte dhoma kryesore, vura re se tavani ishte varur dhe dukej sikur ishte gati të binte nga momenti në moment. Ishte vërtet një vend I lënë pas dore prej vitesh, e ai u ndal në mes të asaj dhome, bëri sikur po shihte muret përreth, duke I rënë murit me dorë, sikur të ishte një inxhinier që vlerësonte forcatën e atyre punimeve. Nuk është edhe aq e vjetër, tha ai, duke u përpjekur të mbante lojën deri në fund. Muret I paskat e forta. Besoj se me pak lek kjo rregullohet dhe bëhet si e re. Do dal një shtëpi e bukur, më tha ai. Unë isha vetëm disa hapa larg tij. E dëgjova deri në fund se çfarë po thoshte dhe e kuptova që nuk kishte me kuptim të vazhdonim me këto skena. "Leri broçkullat", I thash hapur dhe drejt për drejt. "Ti nuk ke ndërmend të blesh asnjë shtëpi dhe nuk të interesojnë fare muret. Eja pak këtu të them diçka." Ai ndërpreu lëvizjen e tij dhe më pa.
kur dëgjoj fjalët e mia, e kuptoj menjëherë që unë ja kisha zbuluar komplet planin dhe që s'kishte më nevojë për justifikime të kota. Ai filloi të qeshte dhe ishte një qeshur e çliret e një njeriu që ishte kapur në faj, por që ishte i kënaqur me rezultatin. Dhe ashtu duke qeshur, ai bëri 2 hapa dhe erdhi drejt meje. Unë nuk prita të thoshta asgjë tjetër, nuk kisha nevojë për më shumë fjalë. U zgjata menjëherë dhe e putha direkt në buzët e tij. E ai e ndali të qeshuren dhe ma ktheu puthjen me të njëjtin ritem. Qëndruam aty të përqafuar, duke u puthur për minutat e tëra brenda asaj shtëpie të braktisur, pa vrarë mendjen fare për tavanin e vjetër që mund të binte mbi ne e të na zinte aty. U ulëm në dysheme edhe pse ishte shumë e pluhur, dhe vazhduam që të putheshim aty të ulur. E pastaj, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.